Atëherë jemi mbledhur gjithë këtu për të festuar një vetorin Emiliano Event. Ju falenderoj të gjitha për prestonin tuaj. Ju urojmë Emiliano sa më shumë punë. Atëherë, Emiliano, të dua tani këtu për të përshëndetur gjithë. Përshëndetje gjithëve, radhë parë dua t'ju falenderoj shumë herë që keni ardhur. Tu janë të gjithë miqtë e mi, miqtë që jam rritur, miqtë që kam punuar, miqtë që kam bashkëpunuar. Një falenderim shumë i veçantë shkon për pronarin e lokalit dhe një falenderim tjetër shkon për të gjithë miqtë, këngëtarë që na kanë nderuar me prezencën e tyre sot, duke filluar nga Goltexhi, Sabina Ismaili, Pat Kasapi, Kelly, Jessica Polo dhe Problemi. Ju falenderoj gjithë që keni marrë mundimin dhe jeni këtu sot. Kjo natë, si që kam premtuar, nuk do jetë një natë si gjithë të tjera, do jetë një natë shumë e veçantë. Sot na presin shumë surpriza, shumë çmime që besoj që gjithë ju i dini dhe shpresoj që shumë nga ju do lumturohen. Falenderim tjetër shkon për gjithë grupin Rinor të LRI-s. Bileta për Dubrovnik, 2 tatuazhe, 2 masazhe relaksues nga Stella Massage dhe 2 sete fotografi. Massimo, dua njërë, kje ho, shumë nga roka, hajde, daja, Elbasani ka filluar të bëjë tradit jetën e natës për të gjithë të rritë që janë të apasionuar pas kërcimit dhe muzikës live, kryesisht është zona pranë universitetit, ajo që ka lëvizje deri në orët e para të mëngjesit. Të rritë kalojnë të paharuara pranë klubeve të qytetit, ku përveç argëtimeve ka dhe njohje romantike. Në Elbasan është duke bërë një jetë e rregullt të natë, dhe këtë e tregon dhe krijimi i agjensive të eventeve, e tillë është dhe Emiliano Event. Këtë fundjavë, kjo agjenci mbushi 1 vjeç, ndërsa organizoi një super party në Glow Club me prezencën e këngëtarëve më të mirë të diasporës, si Shpat Kasapi, Dafina Zishiri, Jessica Polo e tjerë. Këngëtarët shprehen të kënaqur me atmosferën e krijuar në Elbasan. Massimo, dua njërë, kje ho, shumë nga roka, hajde, daja, Unë mund të them që ka marrë shumë shpesh në Elbasan, sepse publiku këtu vërtet është aktiv, atë kanë dëshmuar edhe klubet që janë hapë këtu, sidomos sonte në Glow Bar po kënaqemi, po disponohemi. Emilianit i uroj 1 vjetorin e organizimi që edhe aktiviteteve që ka pas gjatë tërë vitit. Unë gëzohem kur dëgjoj që edhe Elbasani si Tirana krijon menaxher, edhe njerëz që i ftojnë këngëtarët nga gjithë troje shqiptare kudo që gjendemi. Dhe kjo më gëzon ky fakt sepse ne gjithë jemi të bashkuar fundi dhe i dëshiroj edhe 10 vite të tjera, kështu vazhdojmë. Po, është e vërtet, kemi ardhur nga Prishtina që t'i japim mbështetjen mikut tonë Emilianit për këtë event shumë të mirë. Unë jam në përgatitje të një trios me Big Mamën dhe Teuta Selimin. Kënga ende nuk ka përfundu, po sa po të përfundoj, do t'jetë gatshme për publikun, shpresoj. Jo, gjithsesi me një klip, sepse presim që të bëhet një hit veror. Falenderoj për ftesën. Është era 2 që vinë në Elbasan, era parë ka qenë kur ka qenë ndeshja që luti me Armeninë, që ka bërë koncertin. Kjo është era 2 që po vi, domethënë jashtë koncertit po për organizim tim. E falenderoj shumë, edhe është djalë shumë i mirë, organizator shumë i mirë, edhe besoj që kemi pas raporte të mira gjithmonë për këtë organizim.
Për herës parë që kam marrë në Elbasan kam kaluar shumë mirë, do kam pritë shumë mirë. Për momentin kur kam zbrit për makinës, që më taku me njerëz të parë kam pritë shumë mirë dhe kështu që më kalon përshtypje shumë mirë më gjithmonë. Ne kënaqemi shumë, jemi me shumë kolegë, me shumë miq dhe e kalojmë vërtet shumë mirë. Po si ftuar, si këngëtar, si të gjitha gjërat. Absolutisht mund krahasohet me çfarë do lloj jete në çfarë do lloj qyteti. Domë. Okej, unë tani po përgatis albumin e ri i cili det në qershor. Janë disa klipe që do dalin bashkë me albumin, single që do dalin. Dhe shpresoj që kam pëlqyer do jetë një kelly komplet ndryshe nga çka keni parë. Po, kam shumë bashkëpunime, janë rreth 5 bashkëpunime, nuk ti them. Best of both world, më e mire nga dy botët, kështu që Best TV jeni më të papamë. Në radhë parë falenderojmë Emilianon që ka bërë këtë mbrëmje kaq fantastike, edhe është një ndër kompanitë e eventeve më të mira, edhe jena të nderuar që jena sonte këtu në Elbasan Glow Club. Po, është atmosfera shumë e mirë, jena artistë shumë të mirë, kështu që padyshim që po ja kalojmë shumë mirë. Nga problemi foncat kanë me prit sa më shumë gjona për kombëtarën në radhë parë, edhe pastaj edhe klipe të reja dhe këngë të reja. Ju faleminderit edhe juve, një kanali më i mirë dhe faleminderit Emiliano Event. Rrof shpirti shqiptar. Unë dua të them që falenderoj shumë Emilianin një herë për ftesën. I uroj një vjetorin, është një organizim i shkëlqyer. Emiliani mbahet që është një nga menaxherët më të mirë, edhe unë e falenderoj shumë sinqerisht. Por sa i përket Elbasanit, është një qytet shumë i bukur. Ka Shiko. Për të gjetur burr jonjë. Sepse vim për punë. Ideja është që publiku është shumë mirëpritës, janë shumë të mirë, shumë të këndshëm, dhe kjo është arsye që mua më shtyn të visa më shpesh në Elbasan. Por sa i përket projekteve të mia të reja, shumë shpejt do nxjerr klipin tim më të ri, një këngë reggae, ndryshe. Do dalë më elegante se kur. Dua të falenderoj shumë edhe Best Channel, you're the best. Emiliano Event në këtë mbrëmje u dhuroi të rinjve një natë të paharrueshme, ku përveç muzikës së mirë të luajtur, nga DJ-të të zënshëm shpërndau dhe disa çmime. Sipas administratorit Emiliano Bitra, qyteti i Elbasanit duhet përgatitet për festa më të mëdha, pasi Emiliano Event do të punojë me seriozitet që të plotësojë kërkesat e të rinjve. Në ratë parë duhet falenderoj Glow Club që më dha mundësi që unë të organizoja një vjetorin e Emiliano Event tu. Duhet falenderoj të gjithë artistës pjesëmarrë që ishin sot tu, duke filluar nga i pare dhe i fundit sepse janë shumë. Dhe projektet mia të ardhme janë disa projektet kryesore që ta bëj rinin e Elbasanit sa më të lumtur me sa më shumë festa ndryshe jo si këto festat monotone. Kam shumë plane, shumë kombëtar që ka shumë projekte të reja që për herë të parë do i kenë këtu në Elbasan. Disko dhe klubet e natës vinë e shton çdo vit në qytet, kjo pasi të rit janë frekuentues të rregullt të këtyre festave. Njërisi tjetër në qytetin e Elbasanit është konsumimi në masë i koktejleve të ndryshme.